Operacioni i dieshëm që u krye nga SPAK-u dhe BKE-ja, ju mendoni që ka lidhje drejt për drejt me Ramën? Patjetër. Absolutisht, nuk e vend në dyshim fare. Një nga gjërat për shembull aty është edhe kjo motra e këtij ballës atje. Taulandit. Jo, absolutisht, unë ju kam thënë të gjithë fijet në Shqipëri, qoftë për drogën, qoftë për krimin e organizuar, qoftë për pastrimin e parave, absolutisht të gjithë fijet çojnë te Rama, shifnin Skaj, Kroçati, shifnin dosjet që janë, edhe dosjet e drejtorëve, në dosjet e drejtorëve që s'kan lidhje përmendet emri i Ramës. Po, jo më kot kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Sepse ai komandon çdo gjë. Ai komandon presidentin, ai komandon kryeministrin, ai komandon gjykatën kushtetuese dhe po ta vjen nëse zonja në vajti në gjykatë kushtetuese, vajti pikërisht për vendimin që do merret me datën e 2, ishte sinjali vendim dhe ishte sinjali më i pastër sepse deklarojnë ne luftojmë krimin dhe korrupsionin, ndërsa deklarata tjetër që ishte për bandat dhe krimin organizatat kriminale që veprojnë në Shqipëri, më duket se është për kryeministin, nuk është për popullin. Ç'lidhje ka populli me bandat. Ky është ai që i komandon, ky është ai që i dirigjon, ashtu siç dirigjonte ata majtistët në Bashkimin Evropian, që dilte edhe u bote edhe dirigjin me dur. Ky i dirigjon gjithë. Absolutisht, po pse ju mendoni se mund të fluturojë apo mund të ecë një gjë në Shqipëri pa firmën dhe pa dijenin e Ramës, po pse Akshi nuk ishte në dijenit plot të Ramës? Më vjen keq, po këtu është vetmja gjë që nuk mund vetë në diskutim që bëhet një gjë dhe nuk është Rama firmëtari apo urdhëruesi apo propozuesi i asaj gjëje. Më fal. Ai doli tash të krijohet grupi nismëtar. Të krijohet atë grupi nismëtar për kushtetutë. Pra, ai jep urdhër. Ai jep se çfarë do bëhet. Dhe ju mendoni se Rama nuk është për Rama, po më fal, po kujt i ka emri kujt lakohet sot? Emri kryeministit të Shqipërisë. Ne nuk di ndonjë njeri në Shqipëri ose te Partia Socialiste, po ta marr si parti ose si doni merrni, po nuk ka njeri që mund të ketë forcë në Shqipëri pa mbështetjen e Ramës apo pa delegimin e Ramës. Absolutisht askush. Nuk ka njeri sot që mund mendoj se një koncesion, një korporat, një mall, porti Durrësit mund degenerohet në atë formë, pa vendimin e Ramës, pa dëshirën e Ramës, pa bërën e Ramës. Ju mendoni se televizioni shqiptar mund shkatërrohet nëse nuk do Rama? Kush do ta shkatërrojë? Drejtoresha e televizionit? Absolutisht jo. Unë prandaj them ky ka ndërtuar mafian shtet. Dhe kur them mafian shtet, nuk e them kot. Është e gjithë struktura që ky njeri po bën. Ky ka në dorë presidentin, ky ka në dorë parlamentin, ky ka në dorë qeverinë. Ky ka në dorë drejtësinë, atë sa ka pas mundësi për ta pas, sepse sot dhe ju e shihni, lëvizjet e Ramës janë lëvizje, domethënë që tregojnë atë frikën e tij dhe mundësinë për të kap çdo gjë, është qysh kur ka ardhur kur u rikthye FBI-ja në SPAK dhe veprimet e SPAK. Po pse ju mendoni se jo po më kot ju pa ta thënë që Belinda Balluku nuk jep dorëheqje dhe Rama se heq dorë, sepse kjo është përplasje bandash. Ai nuk ka frikë se çfarë do flasi Belinda, se ai e di shumë mirë, se i ka firmos vetë, i di vetë, i ka dhënë vetë gjithë urdhën. Ai këtu flitet për bandat. U zbërthy grupi i kokainës në Fier. Po pse? Kush ishte? Ai ishte kryetar i komunës i Partisë Socialiste, po ju mendoni se ai ishte vetëm, nuk ishte Rama në të? Po i vllai që ju fsheh, dhe u mbyll dosja, dhe sot dosja
ajo dosje është hapur nga prokuroria gjermane dhe emri i Orçi Ramës del në krye. Më fal, nuk është Rama? Kazinot që luajnë në Shqipëri janë pa firmën e Ramës, pa dëshirën e Ramës? Absolutisht. Gjithë to kulla që ngrihen dhe gjithë to projekte që bëhen dhe caktimet që bën Rama, arkitektët, se arkitekt kush do jetë dhe e cakton Rama. Ku? Ai ka pushtu totalisht vendin. Dhe bën presione dhe mënyrën e tij pastaj. Por ai është hedhur shumë kundër Amerikës apo kundër politikës Trump, vetëm për të treguar nesër që çdo gjë që po bëhet, mund po bëhet politikisht. Po si është e mundur? Politikën sorosiane vazhdon akoma, ai vazhdon akoma me politikën sorosiane dhe me kashillikun sorosian që po i bën Ramës. Ai e ka të taksative këtë. Tashma ai kërkon çdo, ai është duke lobuar, edhe sot që flasim ka dërguar njerëz pikërisht në Amerikë, se ka hallin e Dallasit mos të ketë një shkëmbim syu, jo më për të atakuar Trumpin. Ai kërkon çdo gjë sepse ai e di shumë mirë që ka dosje, qoftë për lidhje me agjenturë, po ai ka dosje për tradhti kombëtare në Shqipëri. Por duke cënuar edhe siguri kombëtare të NATO-s edhe të Amerikës. Po ky njeri po mos i kishte në dorë këtë dhe mos komandonte ky, do të arrinte Shqipëria në të gjendje që ka arrit. Që është bërë çerë dhe krimit, çerë dhe drogës, çerë dhe Sorosit. E gjithë këtë, se duhet ta pranojmë edhe këtë tjetër pastaj, gjithë këtë është fal asaj opozite që nuk është në terezi fal. Është cop. Nuk është e zonjë që të ngrej një kaos, të ngrej frymë ke popullit, me gjithë se ky është i shkatërruar, i rënuar, përsëri opozita nuk ka fuqi. Dhe ky prandaj mbijeton këtu, se ka shkak pasojë. Vërtet ky është i tillë, patjetër, nuk e vën dyshim. Po si? Po se s'ka as luftë politike nuk ka Rama në Shqipëri. Kjo është pranoj dhe mund ka ndërtuar mafia në shtet. Nuk e kam thjesht si fjalë, e kam si koncept. Rama ka ndërtuar mafia në shtet, unë kur e them si koncept, jo thjesht si fjalë. Jo thjesht se gjeta një fjalë dhe e thash. Po gjitha veprimet, gjitha mënyrat të çojnë në atë pikë. Dhe fatkeqësia jonë është se ne presim tashmë që këtë të vehet, domethënë të rregullohet situata apo të bëhet barrierë këtij njeriu nëpërmjet ligjit, të zbatohet ligji. Dhe spaku nuk është se do ndërhyjë tek Rama për ta hequr kryeministrin Ramën, jo, të zbatoj ligjin, ka shkelur ligjin. Ka shkel ligjin dhe para ligjit të gjithë janë barabartë. Je kryeministër, je president, je çfarë dush, nëse ke shkel ligjin, mirë po ky e ka e di shumë mirë. Dhe thash prandaj ky po përdor gjithë atë presion që bëri aty. Ju bëri presion për t'ju treguar që nëse ju nuk do ta ngreni kartonin kundër heqjes imunitetit, do shkonin gjithë në burg. Prandaj u tha dilni në terren. Sepse është kjo, e ka tash doli te ushqimi. Si që e ka ushqimi kontaminimi, po pse se diti? Ku janë ministrat e tuaj? I ti në gjitha i ti. Dhe pikërisht për këtë del, se ai i ti dhe i nxjerr në atë momenti që do ai. Për të treguar që unë po punoj. Unë jam ai. Por në anë tjetër tregon atë që ky është i plot fuqishëm. Nuk ka gjë tjetër. Rama politikisht është i vdekur. Shohim deri tani gjykoj se jemi në domethënë spaku po bën atë punën në bashkëpunim thash qoftë me Shqipërinë, qoftë me vendet të tjera, Itali, Gjermani, Danimark janë vendet e Komunitetit Evropian. Po ai mbrëm që ishte, ai aksioni mbrëm që ishte kryetari i BKS ishte prezent aty.
ishte prezent. Kryetari i BK-s ishte prezent. Çfarë do thotë kjo që ishte prezent? Ishte rëndësia e operacionit apo ishin ndaj të cilëve po kryer operacionin? Jo, ishte prezent në kryerjen e operacionit. Ishte prezent dhe thash, ishin edhe prokurorët huaj. Ishte edhe Spaku dhe edhe BKH. Zakonisht shkon vetëm BKH. Aty ishte edhe Spaku dhe BKH dhe ajo që ishte kryesori ishte sepse vetë kryetari i BKH-s ndodhesh në krye të këtij operacioni. Nuk është gjë e vogël. Do dalin nesër në njoftimet që do të bëj Spaku nesër apo pas nesër nuk di. Po ju dëshirni do të ketë arrestimet pa pamë. Dhe kjo është ajo politika amerikane që ju kam thënë gjithmonë, që kërkon ta zhveshë Ramën deri në detaj. Për ta pastruar totalisht. Patjetër që ishte një aksion i mirë koordinuar, se ndodhi në zemër Tiranës. Është hera e parë që ndodhi në zemër Tiranës. Dhe ndodh në ato ku ka net 20 vjet ndërtim dhe as opozita, as pozita, edhe kur ka qenë njëra dhe kur ka qenë tjetra nuk kam të folë kurrë. As se kush e ka bërë, as se kush e ka financuar, as kush deklaracion se kush e ka atë punë. Asnjë. Qose pullat e tjera dihet e ka bërë ky, ajo nuk dihet. Dhe ndodhi pikërisht e aku. Dhe pikërisht ndodhi aty. Dhe flitet për call center, për vjedhjet galopante që janë bërë. Dhe edhe ato që ka hapë Gjermania, pikërisht për call centerin e ka hapë. Hetimin aty, që vazhdon hetimin. Dhe del në gjykime. Ku Olçi Rama del në krye të listës, sa i tjetri e lajmon edhe shkojnë në Dubai. Ortaku. Rama ka hallin e vet në gjithë lëvizjet, nuk ka hallin e askujt tjetër. Ai prandaj po bën gjithë të lëvizjet. Por të fotur, por ajo çfarë e ka themi që e ka demoralizuar Rama dhe e ka friksuar më shumë, është sondazhi që ka bërë para 10 ditësh. Nuk di nëse e keni marrë vesh, ka bërë një sondazh para 10 ditësh në Partinë Socialiste, kur 34% e Partisë Socialiste e pranon si kryetar partia apo kryeministër. Dhe pas kësaj ai ka filluar gjithë veprimet brenda partisë, presionet brenda partisë, ai po bën presione brenda partisë. Po i kërcënon me dosjet që kanë, me firmat që kanë, që ky i di shumë mirë, se vetja u ka dhënë burrë. Dhe me ato dosjet ky dhe me ato firma ky po i kërcënon sot. Kjo është situata. Zoti Merkoçi ka pasur një reagim total amballës lidhur me lidhjen që i është bërë operacioni ditën e dieshme nga BKE dhe Spaku me motrën e tij. Ai ka thënë që të gjitha këto janë shpifje, janë aludime. Po kush ka dalë në një herë në një nga këta dhe ka thënë që kjo është e vërtetë. Dhe sa herë dalin dhe thonë në shpifje aludime. Janë ashtu deklaratë edhe Rama sot. Janë shpike dhe aludime të shte. Ashtu deklaroj dhe drejtori policisë, që nuk është ajo që thonë për ne policët, për policinë e shtetit. Nuk është ashtu si që thonë ta, ne jemi kështu, dhe mas fjalimit këtij, në Durrës ndodhi që ju arratis, i burgosuri. Kur kam thënë njëherë këta që unë kam faj, këta gjithmonë janë të ndershëm, të papërlyer, këta nuk kanë bërë asnjë korrupsion, këta s'kan bërë asgjë. Po kush ka bërë gjithë ato? Po pse doli emri i motrës Taulani dhe nuk doli dikujt tjetër? Po Taulani përgjigjet, a ka zyrë motra vet aty apo s'ka? Ka pjesë aty apo s'ka? Kaq, vetëm kaq thot, ka pjesë apo s'ka? Le të dalin thotë që s'ka pjesë. Nuk është pjesë e kësaj kulle. Dale të deklarojnë. Po mirë, ka njeri që mos ketë mbrapa aty një ministër, ish kryeministër, apo aktualet? Absolutisht jo. Po pse ajo kompania e call centerave që erdhi aty, erdhi kështu në çeftase? Është njësoj, siç ajo kompania
Ky i sekuestroi SPA-u 32.000 hektar tokë. E 30 milion euro. E njëtën gjë bëhet edhe. Para 2 ditësh e bëhe pa. Spanjollit që ishte. Me të gjithë këtu, sepse Shqipëria është kthyer si një bank offshore, të themi. Të gjithë vinë dhe pastrojnë këtu. Të gjithë, unë ju kam deklaruar një herë, mos gabofsha nëse nuk gaboj, që në Shqipëri ka ardhur një nga mafiozët më të mëdhenj të Shqipërisë. Ka ardhur këtu. Ka ardhur në momentin e duhur, kur jam fik ato kompjuterat që gjoja në sulmotin e iranianët, në të njëjtën kohë që ky ka bërë gjitha vetë. Dhe të dalë edhe që i ka bërë vetë. Ajo loja me iranianët. Ka dalë. Ka ardhur në Shqipëri, kanë ndërë, nuk e kanë tregu, as kur si ka ardhur, as kur ka ardhur, as kush ka shoqëruar, as kush e ka takuar. Dhe këtë deklaratë e bën prokurori në Pulje, nuk e bëj. Prokurori i Puljes e ka deklaruar. Një mafiozi më i madh, është dorëzues drejtësisë italiane. Por ai është marrë me ndërtime, me ura, me rrugë, me çdo gjë. Tani ky që erdhi këtu në Shqipëri. Si erdhi? Si që ai momenti, në atë momenti po moshin iranianët u fut ky dhe doli. Jo me jo. Se i bëjmë vetë të gjitha. Dhe komandanti është gjithmonë Rama. Ju e marrni mend. Kur Departamenti i Shtetit bëri non grata të shehën, që ishte ai? Shehu, ai i drogës. Ai si ishte as funksionar as gjë. I Sinaloas. Dhe Departamenti i Shtetit e nxorri non grata. Por, momenti që e nxorrim non grata, nxorri me fotografinë e Ramës në zyrë të Ramës. Ai ishte domethënë, nga pikpamja diplomatike, ishte folja më e madhe që bëri. Pra lidhje që ka ky me Sinaloa. Ta u lanë ballën në paska? Po kush është? Vetëm partia? Elisa Spiropali fliste nga Ukraina se ai Zelenski me gjithë orë luftë, ai kishte gjetë kohën të jepte Spiropali dekorat. Mes bombave ai jep dekorat Spiropali. Nëse ç'është e tij. I shoqë Spiropalit ishte në SPAK. Pardje. Apo edhe Spiropali nuk di gjë, s'është e vërtet, dhe ky nuk di gjë se është e vërtet, edhe Balluku nuk di gjë se është e vërtet, edhe ky thotë nuk është e vërtet. Po të janë gjithë në SPAK, unë nuk e di se kanë në një nga këta pa shku në SPAK, gjatë ka në SPAK, ky në SPAK, ai në SPAK. Në gjithë në SPAK e këta. Qa janë politikanë janë gjithë në SPAK. Gjithë janë me dorse. Tash dalë të Hollandë thotë, Modrejmi nuk ka pjesë atje. Nuk ka zyra atje, nuk o hyn ai herë, nuk ka dalë ai herë. Marrin kamerat i shohin.